Rreth 12.000 furra buke, pasticëria apo bizneset të ndryshme në përpunimin e brumit po vuajnë mungesën e fuqisë punëtore. Situata ka arritur deri në ngritjen e shqetësimit nga shoqata e bukës, që është drejtuar me një shkresë zyrtare Ministrisë së Ekonomisë me disa kërkesa konkrete. Kërkojmë të subvencionohet kategoria e specialitetit bukbërës, furgji, me pagesa specifike për të lehtësuar pagat e larta që kërkohet në kushtet e mungesës fuqisë punëtore. Kërkojmë trajtimin e bukbërësit si zanat në zhdukje. Kjo nuk është thjesht mbrojtja e një kategorie punonjësish, por mbart në vetvete një aset kombëtar. Me paga që variojnë nga 700 deri në 800 euro për të rinj që përfundojnë një shkollë profesionale për bukbërës e deri në 1.500 për profesionistët, sipas shoqatës, këto nivele nuk po arrin të mbajnë të konsoliduar punëtorët në këtë sektor. Kjo është një prurje edhe një nxitje e profesioneve tjera, nuk është vetëm tek furra bukës, edhe tek pasticëria. Por një gjë është që zanatët tona janë dhe në çik specifike dhe në çik të vështira. Prej disa vitesh numri të rinjve që zgjedhin një shkollë profesionale për bukpjekës është në rënje. Në vitin 2018-2019 ka pasur 322 nxënës, ndërsa për këtë vit shkollor janë vetëm 86 nxënës në total.